Ama thonë që nduqit huja nuk ban mishti dorë. Jo, shqiptarët i shtin, qysh jo. Se vetë që ku i ki prekt. Jo, valla, se veta të barke marë. Se vete... Po së më hopën brekt. Jo, pëse se vete, të ta moza, ku i kom brekt, e të i kalëzu. Ama si kanë bo Shqipnijës se hire? Jo, ju ka bo kojtja pare dhe korupcioni. Shëndetje. Ju jeni? Unë jam Feksadikaj. Ngam, pse shtëpia juaj nuk ka nevoj për alarm? Shumë është e thjesht. Pyetja më e thjeshta që ekziston në shekullin 21, në fund të shekullit 21. Shtëpia s'ka se unë çdo herë, çdo kohë, mrena 24 orëve, 25 orë jam në gjendje dvërejtimit gatishmërisë. E vërtet kjo, po pse? Për çfarë s'ka nevojë për alarm? Edhe nëse si ti aty s'ka nevojë, besoj që s'ka nevojë. Jo, s'ka, a dire, pse unë e pesh tuj të përcjell shtëpinë time. Jo, edhe nëse s'ki rrymë përcjell, s'ki nevojë. S'kam nevojë dhe unë të A e dim se? Unë e thash Se ta mendim. këshirë shia më mirë se ti, e dhe shia valla, e dhe kush dhe. Po shqiptarët, a i din që ka janë duqit? Po, po. E pse i kanë dy onë duqit? Sepse vesh një në peshën, Jo, po në kalje. Po mirë, janë të mungsh në dy onë, të pse? Shqiptari, problemet e veta ishtin duq, edhe ishtin problemet e tjerve. Ato të vetat i qëtë mas shpine e këto të hujat i halakotit. Ishe, e vërtet, e vërtet. Ama thonë që nduqit huja nuk ban mishti dorë. Jo, shqiptarët i shtin, qysh jo? Po, kushtrim? Qështu? Kush ishti nduqit mija hund i me që ndort. Po tash aty, a i shtimi që i shtin shqiptarët, se shqiptarët ma fort i këshyrin punë të huja, Jo i këshyrin. ma fort i këshyrin qa po bon kujshia, qa i ka ndodhë një diçka e keqe kujshis, e punë të veta nuk merren me to heq. Unë kam punu në Shqipëri. Edhe më hopën i dita një parqera, pa shtek mi gjithë spat, edhe dita dola në Balkan, thash teta moza, tha, urdhra, sa i rikevish në Balkan, thash, më kanë hupë qerapat, ku i kam, tha, në fjokën e dytë, ja ke arru venin, kur shkova ishin kanë qatë dhe, po, hitë ta moza që që? Vallahi se kom pa të të në moza që ka hi me vedije jo, a pa vedijen pa që hitë të moza. Kofë shekoni vogël, s'ka pas e marë, kofë shekoni rritër. Jo, i rritër, ama, e kisha pa. Shtarët e pse se vetë që ku i ki prekt. Jo, vallahi se vetë të barke marë. Se vete... Po së më hopën brekt. Jo, pëse se vete, të ta moza, ku i kom brekt, e të i kalëzu. Jo, ki kështë në vesh. Qështu? Ngam, i shko një grue. Me qëra fjalla, më sarra. Po? Qëre, e përmene Shqipërinë. Po. Shqipëria dhe popli Shqipëris dalojnë, dalojnë, s'kan dëbojnë me strukturat aktuale, kriminale, as të Kosën Verhoqës, as Sali Berishës, as këti Sionburg Ilirmec, as të këtyne Fatosnanos, as këta Shqipëria është tragedia me modhe që çdo herë ka qenë në ndikimin e boshtit ortodoks slav. Boshti ortodoks slav është fillon me Greqi, do me thonë me Athinë, aty është ai Partenoni, ai Kodra në kofë shikon aty, edhe përfundan. Vjen ka Bulgaria, shkon ka Serbia, që të janë ortodoks, ka Slovakia, edhe te Putini në qështë koqë. Populli ka përjetu tragedi shumë trona, e nuk mundet më këfjellë për arsye se i kanë shkatru. Ama si kanë bo Shqipnijës se hire? Jo, ju ka bo kojtja pare dhe korupcioni. E neve në Kosovë, a mos më na kanë bo se hire na i kush? Ja, na kanë... A besën se hire ti? Ja. A thënë që se hiret janë hak? Thojnë po, ata që thojnë se hiret janë hak, ata kanë përfitime, janë të lidhun me që si farë zdu kur konë të ashtu me në nëshmu, se çfarë se hire, ku ka se hire, qka ka? Unë e tuta pise hire. Ti tutësh, a di pse tutësh? Se ti nuk ta di statuti, më bo marak ti në farqiket mirë, më s'kofshin martu. Jo, jam i martum. Mo, s'po të besoj. E kam djalin 12 vjetë. Ja, s'po të besoj. Valla. Ja, Allah, s'po të besoj ty në bas një intervista që i bën, ti më bo
ti me se hire, mundohesh me realizu qëllimin tënë. E për që ta tani bosh me raktu, hajtë shkoj, mos kom se hire, s'ka se hire. Jo, unë stotna, unë s'kam se hire, se e moj një hudër me vetë. Po, hudra është dezinfektues që man hudrën mirë. E vërtet, hudra është antibiotik original se hiret i di këthen brapsht. Po dhe? Po, normal, por që ata kanë thonë ma jetë një hudër nga ta se hiret vindejt e onë, këtë vinë E ata bëjnë ty një pyetje, Po. e pse hudrën kur kanë lind fëmijat tonë, foshnjët, ja kanë vjerë hudrën në kaptjella. Po. Jo, kaptjella djepit, po. Pse ja kanë vjerë? Ja kanë vjerë për mos me marë mësysh që gratë e këjshive kur ashim në i ba fëmijën për hajt, dhe i shpleshin edhe ja bëshin mashallah, Ja, s'është për mësysh. Hudra ka veprim ose ka në substancë ka është dezinfektuese. Po, ajrin, ambientin e keq. Ambientin e keq, për që ta jo për mësysh. Edhe gratë me ertë keq që u afrejshin, hakke pale shka jarë kjera do man, kër e shpëj ke beba e shkëreta zdike me fol. A veç ja dhe ke, ma nali e frymën, kosh ke është regur, ke vetë me veti, javë në mhyt hudrën, u largaj. Po përsa e kanë matë. Hudra ka bo dezinfektim. E vërteta, për që ata e maj edhe onë, trujt zoti, faleminderit që ishe me neve.